Një tragjedi e rëndë ka goditur sot qytetin e Pejës, ku një aksident fatal ka ndodhur në mesditë në zonën e njohur si Çungur, duke lënë pasoja të rënda dhe duke tronditur të gjithë opinionin publik. Sipas informacioneve të para, në këtë aksident ka humbur jetën një i ri, ndërsa një tjetër është duke luftuar për jetën në Spitalin Rajonal të Pejës. Viktima e kësaj ngjarjeje është identifikuar si Eldion Kelmendi, vëllai i reperit të njohur Gjesti, një emër i njohur në muzikën rap në Kosovë dhe më gjerë. Lajmi i kësaj humbjeje ka prekur thellësisht jo vetëm familjen Kelmendi, por edhe komunitetin e artistëve dhe qytetarët që e kanë njohur atë. Aksidenti ka ndodhur rreth mesditës, në një kohë kur rrugët ishin të frekuentuara nga qytetarët që lëviznin në zonë. Sipas dëshmitarëve okular dhe burimeve të parapolicore, një motor 4 rrotësh, ATV, i drejtuar nga Kadri Berisha dhe me pasagjer Eldion Kelmendin, është përplasur dhunshëm me një veturë që ishte në lëvizje. Përplasja ka qenë aq e fuqishme, saqë motori është hedhur disa metra larg, ndërsa 2 të rinjt janë rrëzuar në asfalt me lëndime jashtëzakonisht të rënda. Raportohet se Eldion Kelmendi ka ndëruar jetë në vend ngjarje për shkak të dëmtimeve të shumta që ka marrë në kokë dhe pjesë të tjera të trupit, ndërsa Kadri Berisha është transportuar me urgjencë drejt spitalit. Aktualisht ai ndodhet në sallën e operacionit dhe mjekët po bëjnë të pamundurën për ta mbajtur gjallë, duke e cilësuar gjendjen e tij si kritike për jetën. Sipas mjekëve, dëmtimet që ka marrë janë të shumta dhe të rënda, duke përfshirë fraktura dhe gjakderdhje të brendshme, çka e bën situatën shumë delikate. Reagimi i policisë dhe hetimet, Policia e Kosovës ka mbërritur menjëherë në vend ngjarje pas marrjes së njoftimit, duke rrethuar zonën dhe duke nisur hetimet për të zbuluar shkakun e saktë të aksidentit. Aktualisht, hipotezat kryesore lidhen me shpejtësinë e lartë, mungesën e kontrollit të mjetit dhe vëmendjen e pamjaftueshme gjatë drejtimit. Drejtuesi i veturës është marrë në pyetje nga autoritetet, ndërsa dëshmitar të rastit kanë dhënë deklarata që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Në një deklaratë të shkurtër për mediat, zëdhënësi i Policisë së Kosovës ka theksuar: rreth orës 12:30 kemi marrë informatën për një aksident trafiku në fshatin Çungur, ku janë përfshirë një mjet motorik 4 rrotësh dhe një automjet. Për fat të keq, një person ka humbur jetën, ndërsa një tjetër është dërguar në spital në gjendje të rëndë. Hetimet janë duke vazhduar për të përcaktuar shkakun e aksidentit. Policia gjithashtu ka bërë apel për kujdes të shtuar në trafik, sidomos për drejtuesit e mjeteve motorike 4 rrotëshe, të cilat janë shumë të rrezikshme nëse nuk drejtohen me kujdes dhe pa pajisje mbrojtëse. Tronditja e komunitetit dhe reagimet në rrjetet sociale, lajmi për vdekjen e Eldion Kelmendit është përhapur me shpejtësi në rrjetet sociale, duke shkaktuar tronditje të madhe. Shumë persona, përfshirë miq të afërm, figura publike dhe fansa të reperit Gjesti, kanë reaguar me postime prekse ku shprehin dhimbjen e tyre dhe i dërgojnë ngushëllime familjes Kelmendi, në veçanti. Komuniteti muzikor në Kosovë është prekur thellë nga kjo tragjedi, pasi Eldioni njihej jo vetëm si vëllai i Gjestit, por edhe si një djalë i dashur dhe i respektuar nga të gjithë. Disa kolegë të reperit kanë bërë thirrje që të tregohet kujdes më i madh në trafik, duke e konsideruar këtë humbje një alarm për gjithë të rinjt që përdorin mjete motorike me shpejtësi të lartë. Familja Kelmendi po përjeton momente jashtëzakonisht të vështira pas humbjes së Eldionit. Artisti Gjesti, i cili njihet për energjinë dhe suksesin e tij në skenën muzikore, ende nuk ka bërë një deklaratë publike, por burime pranë familjes bëjnë të ditur se ai është thellësisht i tronditur dhe i pikëlluar. Miq dhe të afërm janë mbledhur pranë familjes për t'u dhënë forcë dhe mbështetje në këto momente të dhimbshme. Ndërkohë, organizimet për ceremoninë e varrimit pritet të bëhen të ditura në orët e ardhshme, pasi familja ende po përballet me tronditjen e madhe të kësaj humbjeje. Banorët e zonës kanë reaguar duke theksuar se rruga ku ndodhi aksidenti është e njohur për aksidente të shpeshta. Për shkak të mungesës së sinjalistikës dhe shpejtësisë së lartë me të cilën lëvizin drejtuesit e mjeteve, ata i kanë bërë thirrje autoriteteve që të marrin masa konkrete, si instalimi i tabelave paralajmëruese dhe kontrolli më i rrept i qarkullimit, për të shmangur tragjedi të tjera në të ardhmen, sipas statistikave të Policisë së Kosovës.
Numri i aksidenteve me mjete motorike, përfshirë motorët katërrotësh, ka qenë në rritje gjatë vitit të fundit, veçanërisht gjatë stinës së verës kur këto mjete përdoren më shumë për argëtim dhe udhëtime të shkurtra. Shumë nga këto aksidente ndodhin për shkak të mungesës së helmetave, pajisjeve mbrojtëse dhe drejtimit të mjeteve nga persona pa përvojë të mjaftueshme. Kjo ngjarje e rëndë ka lënë pas një dhimbje të madhe dhe një boshllëk të pasvendësueshëm për familjen dhe miqtë e Eldion Kelmendit. Njëkohësisht, ajo shërben si një thirrje e fortë për rritjen e ndërgjegjësimit për sigurinë në trafik. Autoritetet pritet të publikojnë një raport të plotë në ditët në vijim, ku do të detajohen shkaqet e aksidentit dhe përgjegjësitë e palëve të përfshira. Ndërkohë, qytetarët e Epejës dhe Mëgjer po e përjetojnë këtë tragjedi si një ngjarje që duhet të shërbejë për të shmangur humbje të tjera të panevojshme jetësh njerëzish.